që princi ka, siç e tregoi që Blerta i ka dhënë qetësi në jetën e tij. Po, në anën tjetër, të flasim edhe për çështje të tjera, në fakt, sepse kohëve të fundit më shumë artistët po prodhojnë lajme me jetën e tyre se sa për punën e tyre. Më shumë komentohet ajo se çfarë ata bëjnë jashta punës profesionale se sa këngët, projektet, serialet e çka do tjetër që ata edhe na sjellin. Pas jehonës madhe që ka marrë historia jetës së tij në media, gjitha ato përplasje që ka pas, këngëtari me prejardhje nga Xhelani, Fero, po rikthehet me një tjetër bashkëpunim, apo jo? Sigurisht, në fakt, ai pritet që të lancoj bashkëpunimin që ka me Dafina Zeqirin, por me sa duket do të vi me një këngë personale, siç e ka treguar me një status në Instagram ku ka çunuar dhe i ka vënë ikonën edhe fjalën Tornado. Nuk e di nëse do të ketë pikërisht teksti një të Tornado në showbiz në lidhje me ish bashkëshortin e tij Arbenita, që gati prej një viti nuk kanë munguar akuzat e rënda dhe mesazhet të forta që ata kanë shpërndar me njëri tjetrin, ku edhe Arbenita i ka treguar diçka publiku duke ndarë edhe le të themi vuajtjet, por edhe gjykimet, por edhe lëndimet fizike që ka marrë nga Fero, kurse nga ana tjetër Fero ka ndarë edhe gjatë kësaj kohe që Arbenita pas ka qenë shkaktare që babai i saj ndjer humbi jetën, por duke qenë se në këto javët e fundit ka qenë le të themi në një lloj heshtje të dy, Fero ka treguar që do të vi me këtë projekt Tornado, që me sa duket do të jetë sërish një thumb edhe një deklaratë e tij, këtë herë me këngë, siç bëri edhe me rikthimin e tij në muzikë që ja dedikoi Arbenitës dhe situatës që ata të dy po kalojnë, ku fokusi i të dyve është që kush do të marrë le të themi kujdestarinë e vajzës, pra është kthyer si një lloj trofeu vajza, që kush do ta marrë dhe kush do ta rrisë atë. Po. Dhe në anën tjetër, Redian, kemi edhe një përplasje mes dy figurave të njohura në Shqipëri, Kiara dhe Donja Mema. Çfarë ka ndodhur? Sigurisht vjen në një moment ku askush nuk e priste, një follow në Instagram bëhet temë debati dhe temë se kush ka të drejtë. Ishte Donja Mema ajo e para që tregoi që Kiara ka hequr nga follow në Instagram, edhe duke thënë që as nuk e kam ndjekur Big Brotherin aso kohë ku ka qenë ajo dhe Luizi, por që fanët e Luizit reagua me njëherë duke ndjerë një foto që dikur Donja e kishte postuar në Instagram duke ndjekur Big Brotherin në telefon, pra një lloj mashtrimi që fanët janë nxorën. Është përfshirë dhe Luizi që njihet për kunjat dhe për ato statuse pikante, duke thënë që postimi i Donjës, e cila u lajmëruar nga motra e saj vitin 2023 që Kiara e pas ka hequr nga Instagrami, thjesht një sajes që ajo e përdor dhe e beson vetë, por sigurisht që është një situatë që ka marrë vëmendje dhe në fund të ditës tregon që edhe VIP-at janë të merakosur dhe shikojnë si rrugë më të thjeshtë për të bërë lajm me një lloj unfollow apo me një lloj follow në Instagram, që në fund të ditës ka peshë dhe ka vlerë për jetën e tyre, për sa kohë që trajtojnë dhe i nxjerrin në sipërfaqe, pasi kemi të bëjmë një situatë që pas ka ndodhur para 2 vitesh e Donja Mema e nxorri tani, që sigurisht është një lloj tentative për të arritur diku, se nuk e besoj që ka ardhur në mënyrë kot, se mund ta kishte thënë dhe më përpara. Redian, po thoni se ndjes që po të ndërpres, po thoni se gjitha këto po bëhen ndoshta deri diku qëllimshëm për të marrë vëmendje në kohën kur dim se jo gjithmonë vëmendja e personave që nuk prodhojnë fort lajme mbi jetën e tyre, më pas edhe u mungon vëmendja. Mendon se pikërisht për këtë arsye edhe dy gocat e kanë bërë këtë lloj përplasje ta quajmë? Është